Shoku komandant I përgjithshëm I forcave të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Forcat pjesëmarrëse në paradën e 35 vjetorit të çlirimit të Zeut janë rreshtuar. Komandanti I paradës Velin Lakaj. Paradën e madhe ushtarake e hapin veteranët. Ish partizanët që zbritën nga malet me lirin atë nëntor të shënuar të 1944. Kur do jerë të gatshëm në çdo thirrje të partisë, ashtu si në vitet e luftës, kishin matur me pushk çdo pëllëm të atë Zeut, pas shlirimit me armët e punës, matën gjithë vendin si ndërtues të Shqipërisë së re. Kuadratet e oficerave të Akademisë Ushtarake Mehmet Sheu. Në këtë shkollë aftësohen më tej, politikisht e ushtarakisht, komisarët e komandantët e njësive tona ushtarake. Shkolla e lartë e bashkuar Enver Hoxha. Edhe këtu mësojnë e stërvitem të përveçojnë të dy armët, armët e zjarrit dhe armën e madhe ideologjike marksizm-leninizmin, mësimet e partisë e të shokut Enver. Ta pasardhëse të denjat partizanëve të Mresha e ndjen veten të afta të mbrojnë fitoret dhe I gjen transheve e poligoneve kudo ku përgatitet populli I ushtar. Në për Shqipëri gjëmonte pushka partizane, në beratin e sa përshliruar shoku Enver porositi, të ngrihet kursi I parë I përgatitis skuadrove ushtarake. Nga kursi erdhëm tek shkolla e lartë, e pajisur me gjithë shkat nevojshme, ku kuadrot kaliten, edukohen, stërviten, përveçojnë artin ushtarak popullor, e u amësojnë atë bijve e bijave të popullit. Skënderbegasi, titanishtja e ushtrisën popullore. Nga jo ditë kur ka përcyen pragun e kësaj shkolle me pushkët e ndetë nxehta mbi supet e njom, e në dekadat e mëvonshme, Skënderbegasit I gjen në çdo pozicion të mbrojtjes së atë Zeut, krenar që populli e partia u ka besuar detyrën e ushtarit përhershëm të socializmit. Njësia që mban emrin e brigadës së parë sulmuese Heroi Popullit. Pasardhës partizanëve Trima, që në mëse 200 betejë fitimtare u bën të merr për armikun e shpresë për popullin, ta djem I kanë në gjak traditat e shkëlqyera të luftëtarëve legjendar të asaj njësie të lavdishme partizane. Ushtarët e njësisë me emrin e brigadës së 5 të sulmuese, Heroi Popullit, me komisar të paharruarin Besnikun, birin e lavdishëm të partisë të popullit Hysni Kapën, I cili ka zhvilluar një veprimtari shumë të çmuar për edukimin dhe modernizimin e forcave tona të armatosura.
të prirë nga flamuri brigadës e 6 sulmuese Eroj i Popullit, ta djemi kanë të shtrejta virtytet e partizanëve tanë, dashurinë e madhe për partinë e popullin, gatishmërinë e lartë për sakrifica sublime. Repartet e organëve të punëve të brendshme. Kufitarët vigjilent në vendroje pranë vijës ku ndahen dy botë. Policia popullore armë dashur e diktaturës së proletariatit, kur do erë me popullin për mbrojtjen e fitoreve tona. Këta bij që në udhëtimi shqiponja tajrit, me flotën luftarake ajrore të modernizuar, të edukuar me virtytet e larta komuniste, guxim e patriotizëm të flakët, mbajnë të paprekshëm kufit tanë ajror. Detarët tanë trima të kalitur në dalgë e furtuna, me flotën e fuqishme luftarake, roje e sigurt e brigjeve tona. Forcat vullnetare të vetëmbrojtjes popullore janë mishërimi i idesë leniniste, çdo qytetar ushtar dhe çdo ushtar qytetar. Ska ushtri më të fortë se sa populli armatosur, ska luftë më të fuqishme se sa lufta popullore, në detin e së cilës do digjet çdo agresor. Rinia jonë mban në duar librin, kazmën edhe pushkën, kur do jere gatshme për të punuar e mbrojtur fitoret, atje ku e thretat dheu, për të quar mëtej revolucionin socialist. Në ngjelbrimin e uniformave zbulusëve sy shqiponj, urrajnë zëmrat guzimtare. Me armët e rrëmbyer armiqve, populli ynë qëndroi, luftoi, fitoi në shekuj. Tani që i kemi armët tona, dhe mi të gjitha njerëzit tanë të patyshëm, me partinë e shokun e nver në ballë, s'na trëmbet syri, po ndërtoj me mbroj me forcat tona Shqipërinë socialiste. Para ndërlidhësve kujtojmë korrierët e thjesht partizan që shpërndanin urdhrat e betejave e sjarriqin e fitoreve. E nga ato ndërlidhës të parë, me pak mjete të rrëmbyera në sheshin e luftës, tek këto njësi me aparatura moderne e përgatitit të lartë politiko-luftarake. Qëndrimi krenar i inxhinierëve me teknikën moderne të thonë, çdo gur, çdo shkëmb, çdo pllëmbë tokëson,
kthehet menjëherë në mjet vdekjeprurës për agresorët. Gjithë njët pabes kanë qenë armisht, por ne dim të bëjmë të paefektshëm jo vetëm predhat, por edhe helmet e tyre. Artiljerët tanë vinë në këtë paradë madhështore nga repartet e poligonet e stërvitjes, u brumosën me ideologjinë e partisë dhe me artin tonë ushtarak popullor. Nga ato topat pakët të rëmbyra armikut, me një prej të cilve që luam asamblen tradhtare, u modernizua artilleria jonë toksore, bregdetare, kundrajrore, reaktive, një e shumë grykshe, që ka forcë zjarri për të shkatruar çdo agresor. Tek ne ushtria popullore është ushtria e diktaturës së proletariatit. Është një me popullin e armatosur. Ndaj në flakët e luftës popullore do të mbarojë çdo agresor. Armiqt na kanë në gryk të pushkës, Shqipëria trime i ka në gryk të topit. Tek ne një popull i tërë i armatosur i vështron horizontet përmes shënjestrës e grykës armëve të tij të pathyera. Në duart e këtyre luftëtarëve të përgatitur politikisht, ideologjikisht e ushtarakisht, armët bëhen shumë herë më të fuqishme.
nga pushka me gjalm tek raketat. Kjo është udha e modernizimit të ushtrisë sonë popullore, për ta bërë më të pathyeshëm atë dheun, socializmin. Lufta nuk dihet kur na vjen, sepse nuk varet nga ne. Nga ne varet një gjë, që të jemi të përgatitur e të gatshëm për çdo moment rreziku, për asgjësimin e armiqve. Tankistët tanë, vazhdues të trimërisë së Vojos, quhet mbi tankun armik, të bijve që shkruan epopenë e luftës, me tërë këto mjete moderne, sigurojnë paprekshmërinë e vendit tonë. Janë të tilla porosit komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, që liria dhe pavarësia e popullit dhe sovraniteti kombëtar fituara me luftë mund të ruan dhe të mbrohen, duke pasur në këmbë një ushtri të shëndosh, të disiplinuar, të brumosur me ndjenjat proletare dhe me besnikëri të pafund ndaj popullit, partisë dhe atë dheut socialist.